Mirë po persona non grata statusi nuk e hoqën dhe thanë që pasi ti kaloj mandati i ministrit të punëve të jashtme, ai do ta ketë të ndaluar që të hyjë në Kinë. Pra e shiqem që Kina është një pozicion shumë më të fuqishëm se SBA-ja, pikërisht pas humbjes së luftës në Iranit, dhe nga një anë edhe Kina si konvenon kjo luftë që të vazhdojë në Iran, i konvenon që lufta në Rusi të vazhdojë kundër NATO-s në Ukrainë, për shkak se dobësohet SBA-ja, dobësohet Rusia, dobësohet Evropa e cila e furnizon Ukrainën me armatime dhe me para, dhe ka mbetur në një krizë energjetike Evropa dhe dal nga dal Kina bëhet në krye të sistemit ndërkombëtar, pa derdhur gjak, pa bërë luftura, vetëm nëpërmjet diplomacisë dhe durimit që është duke e mbajtur. Tani Trumpi kërkoi nga Kina që të ndikojë në Iran, që ta lirojnë ngushticën e Hormuzit iranasit. Mirë po sa që kuptuam nga ky takim, Kina tha, nuk është kjo puna jonë, ju e filluat këtë luftë dhe duat që gjeni zgjidhjen. Veç asaj u lavdrua Trump se kinezët i kanë premtuar se nuk do të shesin armatime Iranit, po nuk është se Irani është i mbarur nga armatimet e Kinës. Irani e ka industrinë e vete të armatimit, i prodhon armët vet, si dhe raketat kundër ajrore i prodhon po ashtu vet. Tani Irani çka mbaret nga Kina, mbaret për disa për shkak të inteligjencës, ka disa satelit të cilët e zaventojnë sistemin GPS dhe Kina ka po ashtu, mirë po kinezët nuk hoqën dorë edhe prej asaj dhe fjala i kanë premtuar Trumpit që nuk do t'i shesin armatime, po nuk mund ta dinë që fshehurazi mund t'i shesin nëpërmjet shteteve të treta. Pra për shembull Kina i shet Tazhikistanit, Tazhikistani mandej ja shet Iranit armatimet. Kjo mund të jetë shembulli, për shembull Serbia i shet armatime Ukrainës dhe ata thuajnë jo, ne nuk u shesim armatime Ukrainës, po ne i shesim Slovakisë, përderisa Slovakia prej kufirit i dërkon në Ukrainë. Pra ka shumë zgjidhje si të manevrohen ato sanksione. Dhe këtë e kuptojmë më së miri që pasi u kthye Trumpi nga kjo vizitë, njëherë filloi që ta kërcënoi Iranin përsëri, se do t'u sulmojnë përsëri dhe çdo ditë do t'u sulmojmë nesër, do t'u sulmojmë sot. Po asesi që të ndodh kjo nuk ndodh për shkak se edhe nëse e sulmon përsëri, nuk pritet që të arrijë ndonjë sukses tjetër. Mund të dëshmojmë tani që edhe blokadat të cilat ja bëri Iranit nuk funksionon për shkak se ata pretendonin që mbas 2 javë apo mbas 1 muaji Irani do të falimentojë. Mirë po, shiqem që Irani ende është duke u zhvilluar më shumë ekonomikisht, është duke shitur naftë shumë më shumë. Dhe në çdo aspekt SBA-ja ka mbetur në një pozitë të palakmueshme me çështjen e Iranit, dhe tani do të ndigjoj direktivat e Izraelit, si do të vendos Izraeli. Nëse vendos Izraeli që të sulmohet përsëri Irani, ai do ta kryej këtë veprim, mirë po kuptohet që rezultatet nuk do të jenë më të mëdha se sa që i pam në ata 40 ditët e luftimeve të ashpra që kaluan. Zoti, ndërkaq presidenti amerikan ka njoftuar ditën e djeshme pra përmes një postimi se ka shtyr një sulm ndaj Iranit i cili ishte planifikuar të nisë dje apo sot, dhe ndërkaq ka shkruar se liderët e Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe i kishin kërkuar që ta shtynte sulmin pasi sipas tyre po zhvilloheshin negociata të cilat mund të sjellnin edhe marrëveshje mes vendeve. Pse Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet Zoti ndërhyjnë për të ndalur një përplasje ushtarake dhe nga ana tjetër, a janë duke u përpjekur aleatët arab pra të shmangin një luftë që ndoshta mund të destabilizojë të gjithë rajonin? Po tani sa janë të sakta këta informata ne nuk mund të jemi të sigurt. Ka gjasa që Trumpi asnjë i ka pyetur shtetet arabe dhe të gjithë veprimet i merr fshehurazi dhe nuk është e sigurt
që në të vërtet shtetet arabe kanë kërkuar që mos të sulmoj, për shkak se nëse Trump i vendos të sulmoj, ai nuk do të informoj askën përveç Izraelit. Mirë po, mund të konkludojmë edhe nga vizita e fundit në Kinë që Trump i lëshoi pej edhe për çështjen e Tajvanit, përderisa Biden thoshte që nëse Kina e sulmon Tajvanin, ne do të hyjmë në luftë me Kinën. Trump i tha që jo, nuk planifikojmë që të hyjmë në luftë me Kinën për çështjen e Tajvanit, dhe kjo për arsye se shumica e armatimeve apo municionit ju harxhuan në luftën në Iran. Dhe nëse vazhdon këtë luftë në Iran, Trumpi nuk do të ketë mundësi që ta mbrojë Tajvanin apo të luftoj kundër Kinës. Tani thuhet që disa shtete nuk i kanë lejuar SBA-s që ta shfrytëzoj hapësirën e tyre ajrore, posaçërisht Arabia Saudite. Dhe nëse ata e bllokojnë, Arabia Saudite, Emiratet, Katari, Bahreini, Kuvaiti, Iraku, atëherës nuk ka mundësi SBA-ja ta sulmoj Iranin, për shkak se në pjesën tjetër të kufirit Irani kufizohet me Afganistanin, Tadžikistanin, Pakistanin, dhe atje nuk kanë mundësi që aeroplanët e Izraelit apo të SBA-s të kalojnë, për shkak se është zonë e ndaluar fluturimi për aeroplanët amerikan. Atëherës e vetmja mundësi e SBA-s është të sulmoj prej aeroplan mbajtësve, anije aeroplan mbajtësve, dhe rezultati do të jetë shumë më i dobët se sa në luftën 40 ditore. Mirë po, është çështje e thellë për të diskutuar se në të vërtet a kanë kërkuar ata shtete që mos sulmohet Irani. Unë kësaj nuk i besoj, sidomos Emiratet janë në një vijë në politikën e jashtme të Izraelit. Çka të thotë Izraeli, ata veprojnë, edhe pse janë duke bërë vetvrasje të ekonomisë së tyre, të turizmit të tyre, pra askush më nuk shkon turist në Dubai dhe Abu Dhabi, si pasojë e kësaj lufte, po ka edhe diçka që nuk mund të kërkojmë logjik apo racionalitet në këtë luftë. Edhe fillimi i kësaj lufte ishte jo racionale, dhe gjithë veprimet e tjera që do t'i merr Izraeli dhe SBA-ja do të jenë jo racionale, pra nuk duhet të besojmë që jo se s'ka mundësi që të arrijë sukses SBA-ja dhe nuk do ta sulmoj Iranin. Pra racionalitet nuk ka mbetur në këtë luftë. Mirë po, Irani është i përgatitur edhe për bisedime, edhe për luftë, sidomos për luftë është i përgatitur për shkak se ka fituar vetbesim. E dim fuqinë ushtarake të SBA-s, bazat ushtarake amerikane në lindjen e mesme thuajse të gjithë janë shkatruar, dhe kush e di çfarë sulmi tani të marrë do të jetë më i dobët se sa ai në luftën 40 ditore. Ka marrë përvojë të gjatë këtyre 40 ditë luftë, dhe tani gjatë kësaj pauze një mujore është përgatitur shumë më shumë Irani, dhe besoj që